Thash që vitin e kaluar ne kemi bërë gati 20 aktivitete që bie 2 aktivitete në vit. Ndërsa për 4 vitet e fundit ne kemi bërë rreth 60 aktivitete. Mendoni miq të mi të pranishëm, çdo me thënë të bësh 60 aktivitete në mënyrë vullnetare. Edhe sikur një administrat të ishte, të punonte dhe të paguhej mirë, nuk do të arrinte të bënte këtë punë kolosale që kanë bërë 5-6 veta që është ekipi që ka mbajtur të tërë këtë ngarkesë në vite. Po a them me bindjen më të plot që çdo aktivitet që bëjmë nuk i ngjan tjetrit. Të gjithë kanë veçantitë e tyre. Specifik e çdo aktiviteti përbën që nga titulli i librit, përbën që nga kopertina, që nga emri i autorit, por jo vetëm kaq ana formale, specifik përbën edhe mënyra se si flitet, si përcillet mesazhi, si përcillet ndjenja dhe mënyra e sjelljes së vet autorit të cilit i promovohet vepra. Sot, ky aktivitet që bëjmë, veç këtyre veçantive specifikave që si përmenda, ka një specifik edhe më të madhe. Për herë të parë, ne promovojmë një poete e cila shkruan në 2 gjuhë. Shkruan në shqip dhe në greqisht. Miq të nderuar, sot kemi mes nesh dhe promovojmë veprën e saj të nderuarën Eli Lajo. E kemi dhe këto veç duar trokitjeve që shprehin ngrohtësi dhe mbështetje dhe përzemërsi, për Elin kemi një tuf me lule, sepse kjo i ka dash që në vogëli lulet e saj, të Krahinës, të Janicatit, të Stugarës, të zonës, sepse dhe në libër i ka përshkruar shumë bukur. Vajza që ka të tufën me lule, të na sjellin që t'ja dhurojmë. Ardit. Nuk ndjen qetë se na ka ngelur në këmbë Natasha, një nga diskutante kryesore të kësaj, mundësisht të i hapin një vend që të ullet Sonja Natasha. Të nderuar pjesëmarrës, mirë se keni ardhur në këtë aktivitet të promovimit të librit me poezi të poetes tonë Eli Lajo, të titulluar Heshtja e qendresës së padukshme. Ky është libri i tretë për nga radha, por i pari shkruar në shqip dhe në greqisht. Mbasi Eli, 2 librat e parë të saj i ka botuar në greqisht në patra, të titulluara në shqip Fryma e shpirtit dhe Ngjyrimi e ndjenjash. E kam thënë edhe në promovimet e tjera, por e gjej me vend që ta përsëris edhe sot. Është një fjalë e urtë që thot: koha është pasuria më e madhe që na ka falur natyra ose Zoti. Rrjedhimisht, ti falësh dikujt kohë nga koha jote, është dhurata më e madhe që mund t'i bësh atij. Prania juaj këtu, në një ditë të bekuar si kjo e sotmja, është 22 marsi, dita e ekuinoksit pranveror, pra na erdhi pranvera, por në kalendarin e festave bektisjane është edhe ditë e bekuar sepse është edhe Shën Nowruzi, të lësh ato shqetësimet familjare, gëzimet familjare, festën familjare dhe të vish në një aktivitet për promovimin e librit të Elit,
është një sakrificë e madhe, është një dhuratë e madhe që ne po i bëjmë me shumë shpirtësi. Për këtë, unë ju falenderoj në emër të klubit të Kryusëve Jonian, në emër të vetë poetës, në emrin tim dhe u takofshim në aktivitetet të mira. Ky aktivitet bëhet nga klubi i Kryusëve Jonian, por për herë të parë ne këtë aktivitet e bëjmë me drejtorinë e shkollës Adem Sheme, e bëjmë për këtë falenderojmë drejtorin e shkollës zotin Kiço Mavro, mësuesen e letërsisë Marieta Rapajn, nxënësit të cilët do na recitojnë në shqip dhe në greqisht disa nga poezitë e Elit, bëhet në bashkëpunim me zyrën arsimore të Bashkisë Saran dhe falenderojmë zonjën Telluta Ahmeti, e cila për arsye pune nuk është sot këtu. Bëhet në bashkëpunim me qendrën rinore këtu ku jemi, e cila na e ka hap derën dhe është bërë një bashkëpunëtore me ne dhe falenderojmë për përgjegjësinë e saj zonjën Klodiana Sinani. Në këtë mori falenderimesh, dua të falenderoj edhe biznesmenin që është edhe bashkëkrahënori jot, Aqile Papuqiu, i cili ka bërë një sponsorizim modest të këtij aktiviteti. Falënderim i veçantë shkon edhe për deputetin ton, i cili na nderoi me pjesëmarrjen e tij dhe është për herë të parë në promovime që bën që të ndodhi dhe jem me fat. Sot ti ke shumë vahfate sot Eli. Dje ishte dita botërore e poezisë, sot është dita e pranverës, sallat është mbushur plot, e ke edhe një deputet këtu që të merr pjesë, s'ka më mirë se kaq. Falënderimet nuk do të ishin të plota, nëse nuk do të falenderonim edhe Limozin të Saranës Web, i cili ka qenë i pranishëm në të gjitha aktivitetet tona, i transmeton ato live, edhe ky aktivitet tani transmetohet live dhe në mbarim na jep edhe disketat dhe i poston në të tëra mediat elektronike. Të nderuar pjesëmarrës, procesi i krijimtarisë letrare është një proces shpirtëror vetjak. Paraqitja e tyre në publik, promovimet e tyre, janë segmente kohore më të çmuara për autorët ose autorin. Konkretisht, tani për poeten ton të talentuar Eli Lajo, por edhe për ne që jemi të pranishëm. Këto janë momente të një hapësire kohore të rrallë, ku fjala e thjeshtë e analistit, e komentuesit, fjala vargu i vetë poetës, nuk është më fjallë. Nuk është më varg poetik, por një thirrje brendshme që zgjon ndërgjegjen qytetare, ndriçon mendimin njerëzor. Në këto kohë të trazuara që po jetojmë, në këto kohë krize e lufte, çoroditjeje mendimi njerëzor, plagosje e krisje të shpirtit human, poezia rikthehet si një dritë e qetë, por e fuqishme, që na fton të reflektojmë, të ndjejmë dhe të mos harrojmë përgjegjësinë tonë si qenie njerëzore në një shoqëri të sëmurë që pret të shërohet e të shëndoshet. Kjo orë promovuese e jona, sot, që do ta quaja ora poetike me poeten Eli Lajo, do të jetë jo vetëm një aktivitet në radhë në aktiviteteve tona, por edhe një akt ndërgjegjësimi, një urë komunikimi mes shpirtit dhe realitetit. Le të vazhdoj rrugëtimi poetik me poezitë e poetës, ku çdo fjalë e saj është emocion, është ndjenjë, është mendim, është frym, është breng, është dëshirë, është kujtim, ndërsa çdo varg i saj na fton
për veprim, reflektim, ndërgjegjësim. Le të vazhdoj ky rrugëtim poetik si një frymë e shenjtë që nuk shuhet, si një zë që nuk hesht, si një kujtesë e përhershme se arti, veçmas poezia, ka fuqinë të ndryshojë, ka fuqinë të zgjojë, ka fuqi të ndërtoj një shoqëri më të ndjeshme, më të bukur, më të vetëdijshme. Dy fjalë për Elin. Unë sot e takova për Elin, po njihemi me poezinë e saj në Facebook. Sa botoj librin e saj, Heshtja e qendresës së padukshme, që është në greqisht dhe në shqip, kërkoj që t'i bënim promovimin si klub i krijuesve jonian dhe ne në kohë rekord, me shumë gatishmëri, u vënë në dispozicion dhe po të bëjmë këtë promovim. Eli rrengjit i ka nga fshati Janiciat. Fshati Janiciat është në Theologës, zonën e Theologës. Mbahet si fshati i luleve të bajameve. Atje dhe në Konispol qelim për herë të parë në botë bajamet. Dhe unë di që atje ku ka lule bajamesh, atje ka dhe poet. Dhe nga fshati i saj, nga Janicati, poetët nuk kanë munguar. Me mbjemër Lajo janë një 3. Spiro Lajua, Stavro Lajua dhe treta është Eli. Pasandaj nga jo zonë kemi poet të shumë, me krye poetin jo vetëm i krahinës tuaj, por i letërsi shqipe Niko Kasalidhen. Mësuesi i Elit. Tani, unë Eli, po të drejtohem në emër të klubit të krijuesve jonian, në emër të gjithë këtyre të pranishmëve këtu, duke të uruar sukseset papunme, frymëzim të pashtershëm, poetja jonë e dashur edhe gëzime të tjera paqe. Për të ndruar një çik tani atmosferën, e kemi menduar këtë aktivitet me një skenar të vogël, do recitojnë poezinë e parë të Elit të nxënësit e shkollës Adem Shene. Urdhëron nxënësja e parë. Prezantohu dhe... Unë jam Evanthia Ahmeti në klasën e 6C dhe sot do të lexoj poezinë Vjeshta dhe Shpresa. Më the se erdhi vjeshta, rrugët dhe oborët u mbushën me gjethe të arta dhe kafe. Erat u bën më të freskëta, mjegulla magjike mbulon peizazhet, ëndrat tona të pasigurta, që pushtojnë mbi flokët tona gri. Shpresoj që dallën dyshe të arrijnë në destinacionin e tyre. Shpirti im mbeti i njëjtë, të thash, ëndrat vallëzojnë para nesh në këmbët e dimrit dhe ne ende shpresojmë. Bravo. Përdo. Është në greqisht tani, Με λένε Ελισάβη Νάστο και είμαι από την νέα τάξη και σήμερα θα σας διαβάσω το Αθηνόπορο Σπυριτίδα. Φθινοπόριασε, μου είπε, οι δρόμοι και αυλές γέμισαν χρυσό και καφέ φύλλα. Οι άνεμοι έγιναν πιο δροσεροί. Η μαγική ομίχλη σκεπάζει τα τοπία, τα αβέβαια όνειρά μας, ξεκουράζονται στα γκρι μαλλιά μας. Ελπίζω τα χελιδόνια να φτάσουν στο προορισμό τους. Η ψυχή μου παρέμεινε ίδια, σου είπα. Τα όνειρα χορεύουν μπροστά μας στους πρόπεδους του χειμώνα και εμείς ελπίζουμε ακόμα. Bravo. Mësuesja e letërsisë. Përshëndetje, unë jam Marieta Arrapa, mësuese e letërsisë në shkollën Adem Shene dhe pata kënaqësinë që të lexoj vëllimin poetik të autores Eli Lajo. Është një botim me 60 poezi në 2 gjuhë, në shqip dhe në greqisht. Dhe çfarë kam parë unë tek libri i Eli Lajo sepse e takoj për të parë nëpërmjet leximit të tekstit. Atë në çdo poezi gjendet shpirti i poetes, asaj që është në të vërtetë. Në artin e fjalës në poezi, poetja i qëndron besnike dhe bretes dhe zbulon atë. Ajo kërkon të paarritshme, të përjetshme. Vetë titulli pasqyron thelbin e librit. Heshtja dhe durimi flasin për pjekurinë shpirtërore dhe emocionale të poetes me një forcë të madhe të brendshme që i zotëron si vlerat e jetës saj. Heshtja lidhet ngushtë me vetë kontrolli dhe inteligjencën emocionale, duke na treguar atë që të mendojmë para se të veprojmë dhe para se të flasim. Për të ruajtur paqen e brendshme si mjet reflektimi, për të procesuar emocionet, konfuzionin apo pakënaqësinë, kurse qëndresa është hyjnore
dhe rrugë drejt suksesit për të pritur pa u ankuar përballë vështirësive të jetës. Arritjet më të mira i kanë ata që dinë të presin momentin e duhur. Qëndresa është rrugë drejt qetësimit të shpirtit dhe afrimit me të vërtetën. Durimi na mundson harrikjen e synimeve tona. Heshtja dhe qëndresa na mbrojnë nga impulsiviteti. Eli shfaqet si poete mendimtare dhe që sprovon veten në filozofinë e jetës duke sjellë mesazhe jetësore përmes heshtjes si urti. Flet me fjalët e shpirtit përzgjedhur me kujdes. Heshtja për të është mençuri, për njohje të vetvetes, të vërtetës, të eksplorimit të jetës përmes ndjeshmërisë të thellë, emocionale, se si e sheh botën me ekspresivitetin e saj, me mjete poetike, me kontraste, ritme, ngjyra figurative, me mendje refleksive për shqetësimet, trazimet, ngarëzullimet e qenjes. Eli e fton lexuesin ta lexojë për të mësuar prej saj duke prekur me intensitetin shprehës dhe kuptime komplekse. I uroj sukses e autores në krimtarinë e saj dhe për ditën e poezisë, po ju lexoj dy poezi që më pëlqejnë më tepër dhe janë pikërisht Lutje me flakra në faqen 66-67 dhe Jehona që u bë poezi në faqen 128. Atëherë, Lutje me flakra. Admiroj një tuf zësh si shpirtin darë në mirat sot, me të njëjtin drejtim, të njëjtin vizion, drejt dritës. A mundet njerëzimi i vallë të gjejë një rrugë përbashkët, pa vija, pa kufi, pa mina në rrënjët e veta? Bota do të merrte frymë lirë, ashtu si zojt që prekin detin dhe malet, pa frikë, pa trishtim. Kush mund ta burgosë erën? Kush mund ta lidh dritën? Era e së nesërmes rrjedh në damarët e tokës, e gjallë e përjetshme. Drita që thyhet, çfarë na thotë? Ndoshta e nesërm janë ngjan me një fluturim dhe krahat do të gjejmë atë si kemi kërkuar. Dhe poezia për ditën e poezisë, pra është poezia tjetër Jehona si poezi, shikojmë mënyrën se si krijon Eli. Në zbrastin e fjalëve të pathana, në heshtjen që s'kërkon duar trokitje, lindi një dritë e qetë dhe ajo kthyen poezi. Nga fjalët e paguxuara, nga ndjenjat që heshtën për të mos lënduar, nga vështrimet që rëshqitën pas zë, u ndërtua një mur, fjalët e shpirtit tim. Poezia, Jehona atyre çka sufan, zëri që nuk u hoqi por që mbeti, dhe në atë mbetje lulëzoi poezia. Faleminderit Është hera e parë që ne bashkëpunojmë në shkollën Sarë. Marieta vetë është një poete talentuar që ka botuar mbi 10 libra. Kur them mbi 10, më është edhe 20 ndoshta, është përkthyer në shumë gjuhë dhe neve me këtë hap të parë që bëm do vazhdojmë bashkëpunimin pa punë. Urdhro, Djaloshi ka një poezi për ma lexo nga dal edhe bukur. Unë quhem Oluar Muçi nga klasa 6C dhe do lexoj poezinë Nëna. Nëna, të shoh akoma në dritën e parë të botës, duke mbajtur atë që është më e brisht, jetën, e ndjej aromën e qumshit, dheut dhe dëshirës. Në shikimin tënd epoka ndryshojnë pa zhurmë, nuk flet, por është jote ngjall shpresa, dhe kur vuan, asgjë nuk shembet, por lind bota, për ty, Penelopa ime, atje ku syt sa rin, arin shpirti. Sa bukur e gërë. Bravo. Në greqisht tani Imana. Παπά έχει κοιτάξει ένα βιέ και σήμερα από το ποίημα η μάνα. Η μάνα, απόπειρα φως του υγιής στη μητέρα μου. Σε βλέπω ακόμα, στο δόθωτος του κόσμου. Να κρατάς ό,τι πιο εύκαστο τη ζωή. Γυρίζεις γάλα, χώμα και ευχή. Στο βλέμμα σου οι εποχές αλλάζουν χωρίς θόρυβο. Δεν φωνάζεις, μα η σιωπή σου αναθέμει ελπίδες. Και όταν πονάς δεν καταραίει τίποτα, μα γεννιέται ο κόσμος. Για σένα, Πινελόπη μου, εκεί που δεν φτάνουν τα μάτια, φτάνει η ψυχή. Bravo, bravo. Drejtori i shkollës, një përshëndetje të vogël. Në atë parë falenderoj e Kuranin dhe klubin e krijuesve Junian, pjesët e cilit janë dhe vetë, për ftesën që i bërë në shkollën sa të shënë. Falenderoj dhe poete që u përshkak për këtij takimi. E Kurani bashkë me aty Kryesim. Erdhën në shkollë dhe kërkuan nga ne që të bëjmë pjesë e këtij aktiviteti. Me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi për arsye sepse shkolla Devsheme është shkolla e parë shqipe e qytetit. E krijuar në vitin 1920. Duke filluar ato kursimet të ditës dhe duke marrë formën që ka sot. Ka 940 fëmijë, 93 fëmijë për të cilët janë të minoritetit grek nga klasa e parë në të nëntë,
një shkollë që ka 70 punonjësa si morë, 7 për të cilëve janë mësues letërsie. 7 mësues letërsie përbën vetë një program të mirë në italian. Edhe Marieta, edhe unë jemi krijues, e njohim mirë dhe e morë përsipër për ta bërë këtë për arsye sepse e vlerësojmë jashtëzakonisht rolin që ka kultura. Dhe po them kultura, brenda i përmbledh të gjitha. Në librin poetik që po diskutojmë sot, ajo që unë vura re është duke i përmbajtur thelbi të poezisë, që poezia është një mendim i koncentruar, një mendim i përzgjedhur, më vjen mirë që poetja ato fjalë që i përzgjodhi nga treva e saj, për njerëzit e saj dhe për lidhjet që ka me vendlidhjen. Nuk është e kollaj për të qëndruar gjithmonë besnik ndërgjegjjes ose harxhimit që ke për vendlidhjen. Eli ka pasur të në mënyrë shumë të mirë. Personalisht bëj pjesë në grupin atyre njerëzve që nuk besojnë se poetët janë ura lidhëse ndërmjet dy popujve. Jo. Argumenti im është sepse ata ngrihen më shumë se çdo gjë tjetër që vjen. Poezia ka forcë magjike që i bën të gjithë njerëzit bashkë. Poezia është kisha, është xhamia, është teqeja për të gjithë ata që e njohin dhe e dinë. Dhe nuk bën dallim. Pikërisht duhet të përmbajtur këtij mendimi që kanë të padiskutuar dhe nuk e kanë toleruar asnjëherë, e respektoj poezinë, e respektoj mendimin e të gjithë atyre që e krijojnë dhe e lexojnë atë. Dhe diçka tjetër të veçantë që doja të thosh. Më vjen mirë që diskutojmë sot për një poet. Më vjen mirë që kemi lënë fjalën me e Kuranin që takimi tjetër ta bëjmë për Marietën. Urdo, dëgjoni. Unë jam Joana Feruli nga klasa e 6C dhe do prezantoj vjershën me titull Kthim te rënja ime. U ktheva pas si një lumë që ngjitet drejt maleve, vendlindja më priste e veshur me plurin e kohës, si një statuj antike që ende me frym. Porta e rëndë si kujtime që fshihja, e hapa dhe një frym si aroma e bukës së vjetër, mbushi shpirtin tim. Cepat spektator të heshtur, të mbuluar me perde mrimange, përshpërit një sekrete nga kora që u bën hi. Mykur në mure gjante me hartën e një bote të haruar, por ende të gjallë, dhe rrobat e vjetra si gjethe të vjeshtës, të mbërthyera në kalbje. Në dritare, drita luante fshetësia me hijen, heshtja këndonte me izë që vetëm mungesa e lind, dhe unë si pelegrin në një tempull të shenjtë, dalova të përkëdhel muret, të dëgjoj kujtesën e tokësime, u ktheva të rilind në një vend të shenjtë, në një dhe që gjithmonë fliste gjuhën e zemrësime. Bravo. Qetësiju lutem. Më fort, jetë qip më fort. Είμαι η Κατερίνα Μπρέγκου από την Εύλογα Μπράβο. και σήμερα θα σας διαβάσω η σκεπή της συνείδησης. Τη νύχτα, από ρογμές σιωπής, τερουγίνου σαν το κουβάλι, σκέψεις δίχως πρόσωπο, αναμνήσεις που δεν δέχτηκαν αξιωμολόγηση. Μια από αυτές κάθεται στη σκεπή της συνείδησης και αφουγκράζεται. Η μέρα βιάζεται να βρεθώσει, εντυχίζει τις καμινάδες, λες και η φωνή της μνήμης δεν πρέπει να ακουστεί. Μα όσο και αν χτίσεις, το ελάττωμα είναι μάθημα, το σφάλμα φανέρωση. Κατάλαβα αργότερα πως οι στέγες των σπιτιών σκεπάζουν ό,τι δεν αντέχει το φως και όταν δεν τις κοιτάς, ανοίγουν ρογμές για εφιάλτες με πρόσωπο αγγέλων. Η πόλη δεν χρειάζεται ύπνο, χρειάζεται συνείδηση, όνειρα όχι για να ξεχάσει, αλλά για να χτιστεί. Βαζδό e deri në fund. Σεληνόφωτα, όχι διαφυγής, μα αναστοχασμού. Και φεγγάρια που δεν τραγουδούν πια ερευνητικά, μα φιλοσοφούν την ορμή, την ανάγκη να μην είμαστε ούτε τέλειοι, ούτε ασφαλείς, μα αληθινοί, με μια σκεπή πάνω από το κεφάλι. Bravo.
Pritni, mos u nxitoj kemi të tërë. Mos u shqetëso pare. Kur reprezentova klubin e Kryusëve Jonian dhe thash peshën që mban dhe angazhimin e madh qytetar që po bën, klubi i Kryusëve Jonian edhe ky në vet është dëgjues. Kemi Panajot Bolin që shkruan edhe në shqip dhe në greqisht. E kemi dhe nën kryetar, unë jam kryetari, ky është nën kryetari. Fjalën e ka Panajoti. Një me shkrim, sepse për të bërë analizën në rretës politikës e Perit, do shumë kohë dhe analizat e. Unë do jam disa opiniones, impresionimet e mia, lidhur me këtë. Vëllimi politik dhe çështja e qendresës së padukshme, unë e kam titulluar çështja simbolike e qendresës. Çështja që nuk është në vargjet e vllajës. Vëllimi politik çështja e qendresës së padukshme në digju dhe qishë shqip është një prurje interesante e një poezie moderne ku gëshetohet përjetimi gjallëve, kujtimeve, i mbresave, i natyres, historisë, vendlindjes, i problematikës dhe i flagëve të sotme të shoqërisë, me meditimin filozofik, një zhvillim i thellë dhe në thelb të fenomeneve dhe të konceptimit për jetën. Kjo poezi meditative filozofike gjen frymëzimin, një frymëzim i fuqishëm emocional të figura e femrës, të historie trashëguese, e virtyteve të bukura njerëzore, të natyra të rrenjët e identitetit, të traditat kulturore, të padrejtësitë shoqërore si një pjesë e tragjedisë së sotme njerëzore, të dashuria universale, të mbresat të lumtura të feminisë. Për të analizuar dhe të ndjejmë aromën e poezive të Elit, duhet të njohim nga vjen poetja, se ajo ka lindur një fshat të vogël dhe thellë malor, me një natyrë sa të egër, aq magjike e piktoreske. Jo vetëm kaq, pa çka e vogël, ai ka bartur tradita të bukura dhe kulturë të pasur interesante. Është fshati Janicat në Cerkovicë të Sarandës, që ka nxjerrë shkrimtarën e shquar Katina Papa, emrin së cilës ban kinoteatri Livadias. Fshati vogël që ka nxjerrë personalitete, shkrimtar, poet dhe shkencëtar. Si thot populli, dhe nga fera e vogël del lepuri i madh. Dhe Eli është një zej fuqishëm poetik nga ky fshat i dëgjuar me letërsinë greke dhe shqiptare, poezitë të cilës udhëtojnë në shumë vende të botës nga revistat prestigjioze. Si thash, Eli di të jap forcë artistike këmbonjëse për jetimeve të gjalla emocionale, të qëndroj me kujdes, të zgjedh detaje mjaft të goditura dhe pikante dhe të definitoj në sofizma filozofike. Kjo është veçoria kryesore e vlerës dhe fuqisë së veprës poetike të Elit. Heshtja është simbolika e qendresës që përdor ajo në gjithë vëllimin poetik. Është një konceptim mjaft i studiuar i përjetimeve të saj, duke i fokusuar me heshtjen si simbol i qendresës, që në titull e gati në gjithë vëllimin është e pranishëm heshtja. Çfarë simbolizon heshtja për poetën dhe lexuesin? Kur është njeriu mendon, kur është njeriu vendos, kur është njeriu grumbullon forcë energji, kur është njeriu imagjinon, punon me fantazin, ëndëron. Pra për Elin, heshtja nuk është diçka e zbrazët, statike, pasive. Ajo është një bateri që akumulon energji, një heshtje që reziston, duron, pulson fuqishëm, pra energji mjaft aktive. Heshtja nuk është në vargje të Elit, ajo kujton, emocionohet, duron, akuzon, shpërthen, ëndëron. Heshtja përdoret si zgjidhje filozofike për shumë çështje dhe është dimensionale ku me metaforat që ka veshur spikat dora e saj për mjeshtre të figuracioni. E bardha për këdhelja e heshtjes, e kuqe flaka e pritjes, të poezia të kërkoj. Nga çarjet e heshtjes fluturojnë si bufer mendime pa fytyrë, ulën mbi çatinë e dërgjegjes, se pseja qenë kërka vetë përgjigja në heshtjen domosdoshme miqësore. Pse fjalët srjedhin në damar si gjaku eshtës, i pafolur, pse dora dridhet e guron ku shpirti kërkon të shkruaj, pse zemra psheretin në heshtje në një lumë pa brigje, si syt gjithmonë pyesin. Si që vereni mesazh dërvjellësi e fines, imagjinat e figuracion, autoria hin në botën shpirtore të njeriut dhe në hapësirë për lexuesin. Le hapësirë të mendoj, të jap akseset e tij dore, duke lënë të lirë të gjykojë dhe të arsyetoj. Nga buron kjo poezi kaq frymëzuese me emocione të forta deri në sofizma filozofike? Nga gruaja antikitetit, që vazhdon me nenat dhe gratë e fshatë të saj, nga rrenjët e identitetit,
nga lumturia e viteve feminore, nga lëndimi i plagëve të shoqërisë së sotme, nga padrejtësitë, nga dhimbja që shkakton ajo, por edhe në të besimi se eshtja nuk do të eshti, do të shpërthej si stuhi, se eshtja nuk është e shurdhet, ajo ka zërin e saj të brendshëm që dëgjon vetëm dërgjegja, është e gjallë, e fuqishme. Autoria për të dhënë frymë heshtjes e ka gërshetuar dhe me praninë e monologut të brendshëm, me pyetjeve retorike të cilëve nuk u jep përgjigje. Pyetjeve për përgjigje u parashtron lexuesve në mënyrë të jenë aktiv dhe të jenë pjesëmarrës në debat, pra për t'u lënë hapësirë mendimeve dhe gjykimeve të tyre. Pavarësisht se janë poezi, ato lidhen me njëra tjetrën në një konstrukt ku do të them se ravizojnë dy linja kryesore, sipas mendimit tim. Figura e femrës dhe dashuria familjare, me ngrohtësinë angjëllore, dhe dyta, rrugëtimi i jetës, ku autoria ka vendosur 3 piketa: e kaluara ose kujtesa, lëndimi me dhimbjen dhe besimin e të ardhmën shpresa. Pra, kujtesa, dhimbja dhe shpresa. Le të jemi një linjës së parë. Ajo është të konceptuar fare mirë që me kopertinën e librit. Shtyllat e jetës, hym për femrën e nëndën. Femra ajo që mbartë jetën, dashurinë, ngrohtësinë njerëzore. Skicimet e mirë mjeshtërore se këto vargje që i kushtojnë asaj nuk do gjesh. Me shikim të fshehur e bark të ndritshëm. Se flet trupi, memorizon mitra, vigjison ritmi. Në këtë linjë futen poezitë e spikatur si zel dashurisë, dashuria dëpërton nga çarjet e saj, në këto heshtje, ku ruaje plagët e tua. Një përqafim me vargje brillante, një përqafim për fëmijën që dridhet, për plakun ku vetmia e mulon, për të huajin që kërkon një ade, për nënën që hesht që rëshqet loti. Një përqafim, në përqafim tretën kufi, gadal, plagët kthen në drita. Drit, një fill i padukshëm bashkon dy shpirtra. Përqafim, s'ka gjuhë e racë. Në këto vargje, me ide të gjeshura fort, autoria i ka thënë të tëra. Do përmendim poezinë Vllai, deri te poezia që më ka lënë mbres, shikimi që flet, me mesazhe forta për botën e fëmijës, për brezin që rritim e edukojmë. Kujdesu për fëmijët që s'te kërkojnë. Tregojnë sa shumë qenë ka lënduar besimi. Dyel e tyre te lakurriqësojnë. Pra linja nën fëmijë, e para mitra fidanisht e botës, e dyta fëmija drita e ardhmja shpresa. Ka një përqasje të figurës e lashtë të antikitetit më nenat, gratë, gjyshërit e saj në fshat. Ti parët bërë të grave dhe nenave në fshat, ku lindi dhe poetja, janë si ato që ka himnizuar ajo në poezinë e parë në mesazhin e kopertinës. Gruaja si greke dhe shqiptare, ja fistike, si njojnë kufinj, ja burnesha, trimet dhe mençura, me kojnë dje me vajza, plot dashuri e dignitet. Kurse në linjën e dytë, që përfshin masën më të madhe të poezive, do të zgjedh 3 poezi përfaqësuese për të theksuar vijën e konstruktit, ku mbështeten ato për të dhënë vazhdimësinë. Autoria niset nga përjetimet së kaluarës ose dosja kujtimet, ku është e kaluara, rrenjët e identit, tradita, feminia, vendlinja. Asaj përveç nostalgjisë, gëzimeve fëminore, bukurive të natyrës së krenë saj, i lëndohet shpirti për atë që le pas. Poezia, me gjithatë poezia duron, ka një skicim fantastik dhe të për tronditës të fshatës saj, si gjithë fshatrat tona sot. S'ka nevoj për koment, e thonë vargjet brillantet të thurra me shtëri të rallë, me një figuracion mjaft të spikatur dhe original. Fshat i zbrazët, vetëm zeri i erës, shtëpit të bështetur në ares. Bajamet prapë lulëzojnë me sferash, gjenerojnë jetë, aty ku gjithçka shuhet. Fshati ripezur si re pa përkullur, e pa lëvizur, himnizuar nga vargjet e poeteve që jetojnë në Lugina. Në piketën e dytë, dhimbja, lëndimi i shpirtit të poetës vjen nga padrejtësitë, nga luftrat e padrejta, nga korrupsioni, nga mllefët e urrëties, nga ignoranca. Si poezi kulminante do quaj poezinë regjizorja e padrejtësisë, ku e vërteta thyet si kristal i hollë. Arti dritë shpërten në rësirë, shpirti thurë zera që thjen prangat, stuhi që do të këposin rjetat e padrejtësisë, ose të poezia, vjelja e fjalëve, shijoj mbërsin, shijoj dherime, janë pikat e mia, jam unë. Në këtë linjë mund të përmend poezinë me detaje interesante e metafora të goditura çatia e dërgjegjes. Pa çka se duket sikur mbretëron heshtja, dhimbja, lëndimi, revolta, poezit,
ka brenda besimin, heshtjen që mendon, heshtja që nuk hesht, heshtja që ndëron. Kjo është shpresa që autori e sheh si agu i bukur i ditës së linjës së re, si bajamet që lulezojnë me sferash. Unë do të silla për lexuesin poezinë si kaluan, përmbis e tretur piktur. E deshmja pas, e kalu, e harua. Rinia vetëm fishekësjare. Çdo pse, çdo rrezim u bë rrugë, u bë poezi. Jeta është pasacione. Itaka, nëse ishte duke u larguar, ne mbatem këtu ku jetojmë. Figuracioni përdorur me mjeshtri i jep vëllimin një shkërkim të praruar që të detyron me emocione të fuqishme. Metafora dhe simbolika janë dy figura bazë që bizotrojnë dhe krijojnë imazhe dhe imagjinata të gjalla. Shumë funksional përdor shpesh edhe paralelizmin. Figurat e tjera janë si bushës të këtyre figurave bazë. Një gjuhë e pasur me gjërime interesante. Risia në këtë vëllim është dygjuesia, ku lexuesi, Faria Barova, edhe grek dhe shqip mund të ndjej bukurinë dhe mesazhet e këtij zeri poetik të fuqishëm. Duke bërë një krahasim të variantit grek dhe shqiptar, vërej një punë mjaft cilësore për të dhënë edhe shqip. Sigurisht që poezitë në greqisht kanë pak më shumë frimarje, por autoria ka bërë kujdes që të përshtat figuracionin, gjërimin e fjalëve, ritmin dhe muzikalitetin. Edhe këtu Eli Lajo ka treguar veten se di të përdor fjalën si në greqisht dhe në shqip me shumë mjeshtri dhe në funksion të ideve që do përcjell si dhe njohëse shumë mirë e dëgjuesve. Suksese, më falni. A nuk u thash që në këtë orë poetike do mrekullohemi, do t'i dëgjojmë gjëra që në bizetat e zakonshme në për tavolinë, a kudo që jemi nuk i dëgjojmë. Shumë e bukur, bravo. Djalosh, ke fjalën të na mrekullosh. Dhe kam dëshirë që të lexoj për ju poezi Mbavallate në Ngariza. Netëve pa ju e niseshin nga dalë, me një thesë tonë me i lëmë shëfyt, ani një gmarjen, parë se të zbarte, agimi të stulgara me malë të lartë, shqipin dete i qëndris të lartë, nga se Niko së diti votë për te, të varfë që fëmi të mëguar herët, la gjurdhije, ku shkel të komba, duar tuaja skalikin gurë në vite, në toka të huaja, larga shtëpia, lotë të qanin gush, shumë mborë, dridi shpiti në zdo lang të tjerë, jeshtë të zot me që kiqës je parë, por lodhe juhante zdo dite më shumë, që u lante dhimi në vënd të huaj, por me gjithë njëtë të dashurit tanë, baba, shkëm në del, drit në erësirë, në cilin fatë këput zëriut, si të tu zjarë në kthesën e udhës, baba i shpresa, në shtadita që të zukej, në Ngariza arroj të thella në jetë, me një fëmi në dorë, tjetri në shpinë, bajtë shtëpinë, sofrën, zjarën dhe zunë, rutje me të shpëtje me turim. Ç'kish në valigje, vetëm ç'kish mbetur, shpresa ngarkuar mbi varfëri të rënd, shpirti kërkon të faltri, pardashuri, familjen, fshatin, malet e tij të shenjta. Syt lotonin të kuq në mërkim, plagë pashurash me kurrë në zemër, disa su ktheni, uri dhe u huaj, i ta kapriste, por si pa më kurrë. Bravo. Σμίλευαν πέτρες στα χέρια σας χρόνια, σε τόπους ξένους βαρύς και μακρινούς. Το δάκρυ γάριζε πέτρες, έλειωναν χιόνια, ρηγούσαν ψυχές τους αποχαιρετισμούς. Μάστορες άριστοι, σφυρίκες και πάρνοι, σιγά σιγά σας έτρωγε η εκμετάλλευση. Βροχή ξέπλαινε λάθη σε ξένους τόπους. Η σκέψη στους δικούς σας ανθρώπους. Πατέρα, γράφω στα κύματα, φως στην ακτή. Μανούλα, σε ποια μία ράγισε η φωνή σου. Το βλέμμα σου φλόγας του δρόμου τη στροφή. Ο μπαμπάς, η ελπίδα, το αύριο μήπως φανεί. Μανάδες από τα ριζά, ρίζες στη ζωή βαθιά. Με ένα παιδί στο χέρι και άλλο στην πλάτη. Βαστούσατε στέγη, φαΐ, αναμένει τη φωτιά. Λέγατε προσευχές με υπομονή και μεράκι. Αποσκευές, ό,τι περίσσεψε από τη στέρηση. Ελπίδες φορτωμένες πάνω στην ανέχεια. Η ψυχή ήθελε λύτρωση, αγάπη, ελευθεριά. Την οικογένεια, το χωριό, τα βουνά, τα ιερά. Κόκκινο έστασε το βλέμμα στη ξενιτιά, πληγή που δεν κλείνει ποτέ στην καρδιά. Άλλοι δεν γύρισαν, τους σκέπασε η ξένη γη, η Ιθάκη περίμενε, μα δεν θα τους ξαναδεί. Bravo. Natasha Xhelili, jo vetëm shkrimtare, jo vetëm poete, jo vetëm eseiste, kritike letrare,
është edhe një nga antarët e kryesisë që ka mbajtur një peshë të rëndësishme në të gjitha aktivitetet që kemi bërë. Urdhëron ata. Është edhe drejtore së shkollës, Kosta Çavu. Shokun. Vëllimi poetik Heshtja e qëndresës së padukshme paraqitet si një hapësirë reflektive ku fjala poetike nuk synon vetëm të komunikojë përjetime, por të ndërtojë një univers të brendshëm, ku heshtja, mungesa dhe vetdia bashk jetojnë si forma të një qëndrese të padukshme. Në këtë kuptim, poezia e këtij vëllimi nuk mbështetet në rrëfimi linear, por një proces introspektiv ku subjekti lirik artikulon marrëdhënien e tij me botën përmes gjendjeve emocionale dhe mendimore. Në planin tematik, vëllimi organizohet rreth disa boshteve kryesore: heshtja si gjendje ekzistenciale, mungesa si formë pranie, raporti me tjetrin dhe me veten, si dhe tensioni mes brishtësisë dhe qëndresës. Këto motive nuk shfaqen të izoluara, por ndërthure në mënyrë organike duke krijuar një tekst poetik që funksionon si rrjedhë asociative. Një nga konceptet qendrore është heshtja, e cila nuk paraqitet si mungesë komunikimi, por si një hapësirë ku përjetohet dhe thellohet vetdia. Kjo shihet në vargjet. Në heshtje rritem, aty ku fjala s'ka zë dhe mendimet marrin frym pa të dëgjuar. Në këtë fragment, heshtja nuk është boshllëk, por një terren ku zhvillohet procesi i brendshëm i subjektit lirik. Ajo merr funksion ekzistencial dhe njëkohësisht duke u shndruar në një formë të njohjes së vetvetes. Në mënyrë të ngjashme, mungesa trajtohet jo si zbrasti absolute, por si një prani e ndërmjetësuar ndërmjet kujtesës dhe ndjenjës. Kjo duket në vargjet. Mungesa jote nuk ikën, ajo qëndron si dritë që nuk shuhet. Ky varg tregon se mungesa perceptohet si një gjendje që vazhdon të ndikojë emocionalisht subjektin. Ajo merr karakter simbolik dhe bëhet pjesë e përjetimit të vazhdueshëm, duke e tejkaluar kufirin midis pranisë dhe mungesës. Në këtë kuadër, figuracioni poetik luan një rol thelbësor në ndërtimin e kuptimeve. Metaforat krijojnë lidhje midis përvojës konkrete dhe asaj abstrakte. Si në vargun, zemra ime është një portë që nuk mbyllet kurrë. Këtu zemra konceptohet si një hapësirë e hapur duke sugjeruar një gjendje emocionale të ekspozuar dhe të ndjeshme. Personifikimi dhe simbolika kontribuojnë në krijimin e një realiteti poetik ku elementet abstrakte fitojnë dimension të ndjeshëm. Zëri lirik në vëllim është kryesisht introspektiv dhe meditativ. Ai nuk synon të japë përgjigje përfundimtare, por të eksplorojë gjendje dhe dilema ekzistenciale. Në disa poezi, ky zë merr edhe një ton reflektiv kritik, sidomos kur përballet me padrejtësinë apo tensionet shoqërore. Si në vargjet, në rrugët ku fjala humbet pesh, e vërteta ecën pa zë. Ky varg sugjeron një ndërgjegjësim për realitetin social, por pa artikuluar atë në mënyrë deklarative. Kritika mbetet e nënkuptuar e integruar në strukturën poetike. Ky varg sugjeron një ndërgjegjësim për realitetin social, por pa artikuluar atë në mënyrë deklarative. Kritika mbetet e nënkuptuar e integruar në strukturën poetike. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është raporti midis brishtësisë dhe qëndresës. Titulli i vëllimit sugjeron një qëndresë që nuk është e dukshme në sipërfaqe, por që ndërtohet përmes heshtjes dhe reflektimit të brendshëm. Qëndresa ime nuk bërtet, ajo rri e heshtur në thellësi, thon vargjet. Ky varg sintetizon një nga idetë qendrore të vëllimit. Qëndresa nuk është domosdoshmërisht akt i jashtëm, por një proces i brendshëm që lidhet me aftësinë për të përballuar përvojat ekzistenciale në mënyrë të qetë dhe të vetëdijshme. Nga ana strukturore, poezit karakterizohen nga një organizim i lirë, ku lidhjet midis imazheve dhe ideve krijohen në mënyrë asociative. Kjo strukturë i jep tekstit një karakter meditativ dhe e fton lexuesin të marrë pjesë aktive në procesin e interpretimit. Kuptimi nuk është i mbyllur, por ndërtohet në ndërveprim me lexuesin. Megjithatë, duhet vërejtur se prirja drejt abstraksionit në disa poezi mund të krijojnë një distancë të caktuar emocionale. Në këto raste, mungesa e imazheve konkrete mund ta bëjë përjetimin më të reflektuar se sa të menjëhershëm. Pavarësisht kësaj, kjo karakteristikë mund të shihet si një pjesë estetike
që privilegjon mendimin dhe reflektimin mbi narracionin dhe konkretësinë. Në përfundim, heshtja e qëndresës së padukshme ndërton një univers poetik ku heshtja, mungesa dhe vedia nuk janë mungesa kuptimi, por forma të tjera të tij. Vëllimi e zhvendos poezinë drejt një hapësire introspektive ku përvoja individuale shndrohet në reflektim universal. Përmes figuracionit simbolik dhe gjuhës metaforike, ai krijon një dialog të vazhdueshëm me subjektit lirik dhe botës së brendshme. Në këtë kuptim, një nga pyetjet që mbetet e hapur për lexuesin është: a përfaqëson heshtja një boshllok që duhet mbushur, apo një formë e veçantë fosce që manifestohet përmes tërheqjes dhe reflektimit? Kjo pyetje përmbledh thelbin e përvojës që ky vëllim poetik ofron dhe e lë interpretimin të hapur ndaj leximeve të ndryshme. Shumë suksese Eli. Faleminderit të gjithë që më dëgjuat. Të gjojmë vajzën tani. Unë gjemi të gjena dosti, në vend të klasës të gjasën, nga formatet të kapën të lexuar poezi, e megjithatë poezia duron. Shati i zbrazër, vetëm zërrierë, shitet meritën xhapi. Shecat e ngulfatur mbajnë edhe zërat, prapa dyerve, shtëpi të mëzjetura në haresa, në shikon tjetër, në habi, pa folur, shkëmbim të skaritur nga koha, pejzazhet e egra të pashkelura, për shkrami poetët, shqiponja me shikim në pritje, muret e kaldrebetin në madh, hapat e buzëqeshit e fëmijëve, kisha 3, të ngullitura në heshtje, ruajnë të shenjtën por edhe zbrazëtirën, vare prej mermeri, fjalë greke dhe të gdhendura, luftuese të mos i fshi veriu, dhe bajamet, atëherë të kujdesura, të lulëzuara, tani të vështira në fera, por durojnë, lullojnë çdo vitë, gjenerojnë jetë aty ku gjithçka shuhet. Anemona në qarët e rrugëve me gurë të vegjël, rikoni përqafon majat, shati i ripezur, si re pa përpullur, mbetur pa lëvizdur, përpiqet të kuptojë rrugën e vet, janë i cati, shati mbetur pa njerëz, poetët e humnizuar me dhimbje në gjoks, në për laguna ende jehon në vargu e tyre. Bravo. Άδειο το χωριό, μόνο ήχος του ανέμου, χαιρετάει με ρυθμό τις στέγες. Οι κλειδαριές σκουριασμένες κρατούν ακόμα τις φωνές πίσω από τις πόρτες. Σπίτια γεμμένα στη λησμονιά, το ένα κοιτάει το άλλο, με απορία δίχως να μιλούν. Βράχες μιλεμένα από το χρόνο, κακοτράχαλα άγρια τοπία που περιέγραφαν οι ποιητές και αετοί με το βλέμμα σαν αναμονή. Τύχη και λιθόστρωτο νοσταλγούν βήματα και χαμόγελα παιδιών. Οι εκκλησίες 3, βαθιά χωμένες μες στη σιγή, φυλούν το Άγιο, μα και το Άδειο. Μαρμάρινα μνήματα, χαραγμένες ελληνικές λέξεις που παλεύουν να μην τις σβήσει ο βοριάς. Και οι αμυγδαλές, τότε περιποιημένες, ανθισμένες, τώρα πλεγμένες στα βάτα. Μα αντέχουν, ανθίζουν κάθε χρόνο, παράγουν ζωή, εκεί που όλα σβήνουν. Ανεμόνες, σερωμές σε πέτρινες χαλικαριές, και οι ρίγανοι αγκαλιά στις κορυφές. Το χωριό αιωρείται, σαν σύννεφο που λύγησε και έμεινε ακίνητο, αναρωτιέται για την πορεία του. Γιαννιτσάτη, το χωριό που έμεινε δίχως ανθρώπους, μα ποιητές το ήμνησαν με πόνο στα στήθη. Στα λαγκάδια αντιχούν ακόμα οι στίχοι. Zoti Ardit dëshiron të thot diçka lidhur me aktivitetin. Prit more se se mbaruam, ne jemi në mes akoma. Po. Përgëzojnë në ratë parë klubin e krijuesve Jonian për aktivitetin tashmë mbi 10 vjet po njëherë, po 25 vjet. 25 vjet që ka në qytet dhe që rrëfen se Saranda është një qytet me trashëgimi edhe me kulturë aktive, ndoshta të pakrahasueshme me qytetet e tjera. Dhe është kënaqësi që ta shohësh këtë aktivizim të krijuesve vendor, të cilët kanë një peshë përtej lokalitetit, një peshë në nivel kombëtar, në nivel ndërkombëtar, dhe po ashtu është realisht mbretërinëse të shohësh këtë lloj bashkëpunimi me shkollat dhe me nxënësit të cilët janë mahnitës. Dhe kjo tregon punën e mirë që bëhet nga shkolla dhe nga mësuesit në aktivitete të tilla të përbashkëta. Kështu që urime për vetëm në 4 viteve të fundit
ne kemi bashkëbizetuar me rreth 3.000 qytetarë të Sarandës dhe kish qëllimi që veprat letrare të vend të lexuese. E kjo është forma se si mbahet gjallë në fakt edhe fryma kulturore e qytetit që është i krijuar në bazë të kulturës edhe të dijes. Dua të përgëzoj autoren në shfletimin shumë të shkurtër që i bëra librit edhe në ato çfarë u recituan këtu. Besoj se ja ka dalë që të materializoj poezinë në dimensionin e vetë si melodizimi pa notë i shpirtit. Ka arritur pra që të hedh në gërm edhe në mediolozitetin e poezisë pikërisht atë shpirtin e vetë edhe të lidhur me rënjët e veta. Dhe më bëri jashtëzakonisht në fakt përshtypje fakti që nëse lexon variantin shqip dhe variantin greqisht, nuk kemi të bëjmë me shqipërim ose me përkthim greqisht, por kemi të bëjmë pikërisht me kalimin e shpirtit në fjalë, me dimension të ndryshëm në të dyja gjuhët, çka tregon besoj për këdo që është marrë me shqipërim ose këdo që është marrë me të shkruar në një gjuhë të dytë, tregon një veçanti të Elit që e ka në fakt edhe vetë Krahina, sepse më kujtohet Niko Kacalidha këtu që po ashtu arrinte në këtë kulm, po edhe Panajoti që kemi. Kështu që urime dhe suksese për punën. Nuk thala të fjallën kur hirët. Për këta filiza që se do luftoj, jo do mundohem. Që këta filiza të mbinë e të bëjnë këmë të dhatat. Atë do. Mundohuni. Dhe janë duke u bërë. Jo të mundohuni. Ti mbajnë këta filiza në qytetin tonë. Po mi. Premtimin këtë dhatat të janë. Ardit, të falenderojmë për prezencën, për fjalët që the, klubi i kryusëve Jonian se je kryus, i hapur është dhe pret antar të rinj. Të falenderojmë. Gati jam për antarësim, po më pranoj kryesia. Me kënaqësi. Panajot Zoto. Pano. Ti je pregatitur. Duke si e tepër se po thua se të gjitha ato gjërat që janë përgatitur këtu u thanë, duke zahuruar. Mirë se të kesh dëshirë. Duar që ta mbaj auditorin këtu me gjëra që janë të mëdha. Por nuk duhet të papërshëndetur dhe uruar autorët, e cila me tërë mend më entuziazmoi. E lexova në një frymë atë librin, një temë poezi, dhe më bën përshtypje edhe e cilësoj si një nga autorët më në zëtë të jugut që kemi në jetu. Nuk ka një fjalë të lehtë në poezinë e saj, ka një fjalë të rëndë, një peshë të rëndë. Dhe poezia e saj nuk është poezi laje lule, poezi për dritën të poezi. Është një poezi e shkruajtur, është një poezi e vështirë, një poezi e trupit. Dhe kjo është e veçanta e poezisë së saj. Do të thosha një gjë që për të gjitha ato që u thamë këtu, nuk dua të përsëris se tash I kam të shkruara këtu, po nuk po e them. Do të ishte më e bukur, më gjëra, sepse në një libër që botohet, ka rëndësi përmbajtja, po ka rëndësi edhe forma, shumë, e një libër që tekstohet. Do të dëshiroja që të kishit më vëmendje në formën e librit, në paraqitjen e librit. Sepse ka disa mangësi që e nënvlerësojnë përmbajtjen. Unë që e marrë në dorë librin, e shikoj nga jashtë edhe nuk e di. Prandaj mund të evitojshin disa gjëra. Për shumë, poezit mund mos t'ishin njëra pas tjetër, mund t'ishin gjysma shqip, pastaj t'ishte greqisht. Ose t'ishte poezia në shqip dhe të kishe një tolerancë drite nga poezia e përkthyer në shqip. Sepse janë mbivendosur pak a shumë njëra mbi tjetrën dhe të çorientojnë. Kjo është. Ka dhe në një shënim, është titulli bëhet në një shim sqarus që do të thosha nuk ka nevojë që të bësh shtrime sqaruse, për arsye sepse atë duhet ta gjej vetë lexuesi, që lexon jo ti sqarosh ti
nga jashtë. Të gjitha të tjerat, për mendimin tim jam, s'dua që të mbaj autorin me atë. Faleminderit shumë. Urime dhe suksese të mëdhenj. Nxënësit mbaruan se recitohet. Urdhro Vangel. Ndërgjome volumin e parë të poetes në gjuhën greke, edhe të gjitha ato vjesët të tjera që ka postuar në Facebook, edhe ngella e befasuar. Por unë sot do flas për vjesët e saj në përgjithësi, edhe me që libri është në dy gjuhë, unë do flas në gjuhën greke. Të flasësh në gjuhën greke dhe t'i luash shpen, po dhe du në e përthesh pasi ta mbarosh. Τις σπιτικές συλλογές της Έλλην Λάιου. Τα ποίηματα της ποιήτριας Έλλην Λάιου έχουν την αμπολαμπή μέσα τους, πλούσιο το περιεχόμενό τους και ενδοσκοπικές περιγραφές. Με τις μελαγχολικές και τις απολαυστικές στιγμές, η ποιήτρια ενσαρκώνει τα ιδανικά της φυλής μας. Με την οξία παρατηρητικότητα και την ιδιόχρωμη περιγραφικότητα προβάλλει τη γενέτειρα. Τις πέτρες που μάτωσε, το αηδόνι που άκουσε. Η ποιήτρια δεν χωρίζει μόνο για αυτά που γράφει, αλλά για τον τρόπο που νιώθει τον κόσμο γύρω της. Με μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην ψυχή και με βαθιά παρατηρητικότητα καταφέρει να μετατρέπει τις απλές στιγμές της ζωής σε στίχους, γεμάτους νόημα και ομορφιά. Η σκέψη της είναι καθαρή και δημιουργική, ενώ η φαντασία της ανοίγει δρόμους σε εικόνες και συναισθήματα που αγγίζουν όποιον διαβάζει τα ποίηματά της. Με λόγια απλά αλλά δυνατά μπορεί να μιλήσει για την αγάπη, τη φύση, τον άνθρωπο, τα όνειρα, δίνοντας σε κάθε θέμα μια μοναδική λάμψη. Έτσι, η ποίησή της δεν ήταν απλώς τέχνη, είναι μια γέφυρα ανάμεσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και η ίδια με τη χάρη του λόγου αφήνει πίσω της ένα φωτεινό αποτύπωμα που συνεχίζει να εμπνέει. Σαν να κρατάει μέσα της μια μυστική πηγή λέξεων. Η ποιήτρια αφήνει τους στίχους της να κυλούν απαλά πάνω στο χαρτί. Κάθε της ποίημα ένα παράθυρο στην ψυχή της γεμάτο εικόνες, συναισθήματα και σκέψεις που αγγίζουν βαθιά την καρδιά του αναγνώστη. Με σπάνια ευαισθησία και βλέμμα που διακρίνει την ομορφιά, ακόμη και στις πιο απλές στιγμές, μπορεί να μεταμορφώσει τον καθημερινό σε κάτι σχεδόν μαγικό. Ένα φύλλο που πέφτει, ένα φως στο δειλινό, μια σιωπηλή σκέψη, όλα γίνονται έμπνευση στα χέρια της. Η φαντασία της είναι πλούσια και ελεύθερη και η καρδιά της παραμένει ταπεινή και γενναιόδορη. Δεν γράφει για να εντυπωσιάσει, αλλά για να αγγίξει. Να παρηγορήσει και να θυμίσει στους ανθρώπους ότι μέσα τους υπάρχουν πάντα χώρος για όνειρα και ελπίδα. Έτσι, οι στίχοι της Έλλην Λάιου δεν είναι μόνο λόγια, είναι ψήθυροι ψυχής, μικρές φλόγες φωτός που ταξιδεύουν από καρδιά σε καρδιά, αφήνοντας πίσω τους μια γλυκιά συγκίνηση και την αίσθηση ότι η ποίηση μπορεί να κάνει τον κόσμο λίγο πιο όμορφο. Έχει ακόμα πολλά αποθηκεύματα μέσα της Έλλη που ζητούν να ξεσπάσουν, διότι η Έλλη Λάιου είναι μια ποιήτρια μέσα στον χρόνο. Επιτυχίες Έλλη. Ka ndonjëri ndonjë fjalë për të thënë para se sa fjalën t'ja japim autores që na mblodhi këtu poetes? Se ne në të gjitha aktivitetet që bëjmë, i bëjmë në mënyrë shtërruse. Nuk lëmë që të dalin njeri me një maradh, me një që thot, kisha këtë në mendje, por nuk e thash se nuk më lanë. Ka ndonjëri diçka për të thënë? Po, vetëm shkurt. Unë poetën e njohë në përmjet poezive Facebookut, jemë në Facebook dhe për fatë të mirë, duke e njohë edhe gjuhën greke, ja lexoj poezitë edhe në grekisht edhe kërë postonishtit. Bëjmë edhe komente njëri me tjetër në poezitë tonë. Të morë drimu. Ajo që konstatoju në poezinë e Éli Lajut janë tre probleme. E para, realiteti. Dhe ky realitet jepet pa ilustrime, pa ngjyra të zbukurime. Shkurt, mua peti poeta. Poshtë. Realitet. Shumë e drejtë. E dyta, pasi jep realitetin, jep edhe mesazhin. Përcjell një mesazh. Nuk ka poezitë e Éli Lajut që kam lexuar që të mos ketë një mesazh. Pavarësisht nga ngjyrimet poetike,
figurat letrare tjera, por çdo poezi ka një mesazh, të jep një mesazh për jetën, të jep një mesazh për të ardhmen, të jep edhe shpresë. Këto, shkurtimisht. Ktinografi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ktinografi më bëre. Të gjithëve. Në vazhdim, për thamë që Janicati është fshati i poetëve. Një ndër ata ka qenë dhe Spiro Lajva. Një poezi të Spiros, të shkurtë për lexon Spiro Adashiti. Spiro për Spiro. Unë prekem shumë për Spiron, e kam pasur në zemër në gjimnazion e teologos, kur Eli do këtë qenë me e vogël. I ka unë dhe erdi Niko Kacalida atje. Mos të kam patë. Unë kam marrë disa herë një Janicat, pash me atë mësusin e fillorës, kishit ju i harrova dhe emri. Me gjithmonë. Ndoshta dhe të kujtojmë si soldat. Spiro Lajva ka qenë një poet i talentuar. Dëgjoni, ju lutem, para se t'ja japim fjalën. Partizani i plagosur mbeti me spemë. Dhe s'kishte njeri, kishte vetëm hënën. A i bjergëzonte vetëm ujë, heshte vetëm dhe thoshte, nëna. Po ujë nuk ishte, dhe nëna atje nuk ishte. Gjithë natën, mjegulla i ullë në bifaqe, si kur erdi nëna dhe përqafoj. Në mëngjes, mjegulla e maleve humbi në buzët e partizanit ranë di pika ujë. Bravo. I paharuar Spiro. Dhe falenderit dhe Bereti që na solli librin. Tani fjalën e ka Eli. Dëgjojmë poetën që na mblodhi. Pak fjalë. Poezia bashkon. Poezia nuk piet nga vjen. Nuk kërkon identitet. Nuk kërkon kufi. Hi në heshtjen e zemër dhe bëhet gjuhë e përbashket për të gjithë. Përmbledhja ime greko-shqiptare nuk lindi për të provuar diçka, lindi për të bashkuar, për të thënë se fjalët mund të bëhen urë aty ku historia bëhet murë. Unë nuk e flas mirë gjuhën shqipe, se nuk e kam folur çdo ditë, por ula me respekt dhe përpjekje shumë të madhe dhe përktheva poezitë e mia, sepse besova se i avlente dhe ndjeva edhe si një detyr. Çdo gjuhë e difishon shpirtin e poezisë, veçanërisht shqipja. Poezia është më e fortë, sepse nuk bërtet. Poezia përshpërit dhe përshpërima arrin më thellë. Dhe sot gjedemi këtu, grek dhe shqiptar, në këtë mbrëmje të bukur dashurie, me kaq shumë surpriza të bukura dhe dëgjuam poezi me respekt në të dy gjuhët. Edhe unë që nga fillimi jetës sime deri sot, dua të qëndroj e ndeshme përballë asaj që besoj, se njerëzia vjen përpara identitetit, se poezia i përket zemrave, se fjalët bashkojnë. Nëpërmjet fjalëve edhe në errësirë, gjejmë arsye për të mbajtur ndezur zjarrin e jetës, të dashurisë, të mirëkuptimit dhe të respektit. Ju falenderoj nga zemra të gjithë ju që punuat, që kjo paraqitje të bëj e mundur. Kjo është në të vërtet një mrekulli e vogël uniteti, ashtu siç bën edhe poezia. Kam miq poet pothuajse në të gjithë botën dhe jam e gëzuar, sepse kanë përkthyer vjesha të mia në 12 gjuhë, kineze, italiane, indiane, vietnameze e të tjera. Në këto ditë të vështira për gjithë botën, fjala jon le të jetë fjalë bashkimi, dashurie dhe dhurimi. Por mua poezia nuk është streh, por rrugë. Një rrugë që bashkon rrenjët tona me të sotmen dhe mua me të gjithë ju. Sidomos si minoritare greke,
çdo fjalë është edhe një urë që mban gjallë shpirtin e vendit tonë përmes poezisë. Më dhëmë zbrazja e fshatit tim Janicatit, fshati Katina Papas dhe fshatrat pothuajse të boshatisura në Riza. Shkruaj për gjithçka që më prek thellë, për atë dheun, për fëmijët, për njerëzin, për padrejtësin, për shfrytëzimin. Dhe do vazhdoj të shkruaj për ato që nuk u bën fjalë, për ato që betën pas zë, qaste, rrugë, faqe, dëshira që ende banojnë brenda nesh, për padrejtësin, për fëmijët, për paqen. Poezia është dhe diçka tjetër për mua, një akt që ndrese ndaj se keqes. Para se ta mbill, të moment të veçantë për mua, dua të shpreh mirënjohjen time nga zëmra për klubin e krijuesve Jonias Sarad dhe për kryetarin e Kuran Halili për të nisë kaq të bukur dhe të smuar. Më përqafuat dhe më dhatë shumë gëzim sot. Është ndë mirënjohje për kushtimin, mbështetjen dhe vlerësimin ndaj poezisë dhe krijimtarisë. Është ndër dhe kënaqësi të jem pjesë e këtij aktiviteti. Ju uroj sukseset e mëtejshme në veprimtaritë tuaja. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve ju që më nderuat me praninë tuaj dhe që ndat me mua këtë moment kaq të veçantë dhe të paharrueshëm. Falenderoj shumë nxënësit e shkollës Adem Shene. Ju falenderoj shumë juve panon të gjithë, ju falenderoj të gjithë juve që erdhët sot këtu. Po më shumë fëmijët. Fëmijët që janë e ardhmja e vendit tonë. Edhe dua të them dhe një gjë, se jo, libri tjetër ku? Nuk e mori. Aha, s'ka gjë. Libri im ka jashtë pikturën e Nikolaj Dhimës. Nikolaj Dhimës është Saradiot. Nga Shën Vasili. Saradiot. Edhe nga brapa, edhe nga përpara. Të më thënë... Piktura Nikolaj. Është Nikolaj Dhima. Që kemi artistë. Ne, është shumë i mirë edhe... Urime. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nuk... Karisto. Nuk gjej fjalë më të bukura për të thënë se sa këto që tha Eli në mbyllje të këtij aktiviteti. Ju falenderojmë të gjithve dhe u mbledhshim në takimet e tjera dhe më të bukura. Të kalojmë gëzuar sot në festën që po na vjen.